viti 6 që po udhëhec kjo qeveri, e ende po gjojnë fajtor, sepse ka një performancë, zero performancë, pa asnjë të arritur. Njëherë pengesë ka qenë pandemia, atëherë lufta në Ukrainë, opozita normal se ende vajtoni për vitet e kaluara, sepse kretë këto arritur atë këtij shteti jo nga opozita, edhe tash në lufta në Iran. S'pëllem bre mi qelë sytë, si një ka mundë mi qelë sytë, as me bo as një punë. Kur po fletë Rozeta Hajdari për korupcion, më karë me qesh. Beso më karë me qesh. Njeri që ka vjedh rezervat shtetënore, njeri që ka bot dom këti vendit, dul sot në këtë foltore foli për korupcion. More. Dje u folë edhe për rritjen e çmimit të rrymes. Po ju vetë jeni kjo qeveri që i keni nolë gjitha adutet që Kosova mos me pas trit në energjinë elektrike. E keni nolë termocentralin e ri, po e keni nolë edhe gaz sjellësin amerikan. Pse? Për më shku me vjedh. Me fillu për Martin Berisht e me vazhdu krejt militantët e lëvizjes vetëvendosje. Ky korupcion 4.000 tender një burimor. Sot afishini, vesh një dishka merne, kryeministri është i heshtur, sepse po i mungojnë gardianet, e onës e djoth edhe gardioni atje sipër, se si ashtë që është i mërzitur për fjalimeve tona, janë alshin edhe fjallin, janë alshin edhe reagojshin. E gjuna sot zdi që shpëndihet kryeministri, pa pas edhe Doniken edhe Albulenin atje. Po mësutut to kryeminister, mësutut, se nëse tutesh ta sjellim një batanie, e të mblojnë, se kip herën e parë që ti jem mbulu me batanie, jem shef edhe jem masku. Të maskojnë prap edhe ta sjellim edhe këtu. Zonja Kadria, presën konstruktivitet më të madh. Ju lutem. Nuk ka kuptim të ulemi në këtë sallë e të flasim me gjuhën e ftoftë të statistikave, kur jashtë këtyre mureve, prindi kosovar heziton a me dhezve tuën për me qu fëmijë në shkollë dhe në qerdhe. Kur bujki i shikon orat dhe nuk i din a ka derivate dhe a ka kapaciteti me i blet derivatet për me e punu token e vetë. Të mos flasim zinxhiri që ndodh në Kosovë me shtrëntimin e naftes. Ju si qeveri nuk keni ndërhyjnë mosa konkrete për stabilizimin e kësaj gjendje. Sot nëse mëngjes ke marrë derivate, nëse shkon mes ditë, nëse shkon edhe në mbrëmje, keni me pasur çmime ndryshëm. Atë cilat janë mosat e kësaj qeverie. Ndikimi i zinxhirit në ekonomi. Kjo po ndikon drejt për drejt në transport, në prodhim, bujqësi. Çmimet e ushqimeve, çmimet e shërbimeve dhe kostet të ndërtimit. Pra, merrni mosa e mos vajtoni edhe mos u ankoni sepse jeni viti i 6 që jeni në qeveri.